Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallim ala an-nabiyyil mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Gjitha falënderimet takojnë Allahut të madhruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetje dhe bekimet janë për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjitha ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e falenderojmë për të gjitha mirësitë, numërimin e të cilave nuk e arrijmë dot, por jemi mirënjohës në mënyrë të veçantë që na ka mundsuar që edhe sonte të vazhdojmë shoqërimin tonë këtë termin të rregullt, gjithmonë në përpjekje për me zgjedhë më të mirën prej kuptimeve që do a bëjmë fjalëve të Allahut fuqiplot. Allah na bëft prej atyre të cilët i dëgjojnë fjalët e pastaj ato më të mirat i zgjedhin për me i pasua dhe me vepru sipas tyne. Javët e fundit kemi folë për një komunikim ose për komunikimin çfarë e kanë pas pejgamberët e Allahut me umetet e tyne, me njerëzit dhe bashkohanikët e tyne, edhe po thuj se çdo javë po them, me çto inshallah po e përfundojmë, megjithatë po dalin tema që megjithatë mu po ma tërheqin vëmendjen, po më duken si janë interesante për me i trajtua, me i dëgju, për shkak se ka shumë gjëra të cilat gjatë historisë shkojnë duke u përsërit. Neve kur i lexojmë rrëfimet kuranore, sidomos ato të pejgamberëve të ndryshëm, e të popujve të tyne, nganjëherë na duket sikur se fjalët po përsëriten në Kur'an, në të vërtetë secili është rrëfim në vete, mirë po ka fragmente të historisë, ka pjesë të historisë të cilat përsëriten megjithatë. Ka vlera të cilat jenë kohën të kaluar e vazhdojnë, çdo brez përvetësohen për njerëzve të mirë, po ka edhe gjona të këqija të cilat fatkeqësisht në çdo brez gjendet dikush që i përqafon edhe ato. Sonte do të flas për një temë që e hasim kanë herë edhe na në praktikë. Në të vërtet e dëgjojmë se nuk ndodhet ajo në praktikën tonë, duke qenë se ne jemi besimtarë, alhamdulillah. Po Kurani e parashtron një temë interesante. E parashtron mënyrën se si disa njerëz në të kaluarën, në kohën e pejgamberëve, janë justifiku për mosbesimin e tyne, duke janë vesh përgjegjësinë Allahut, sikur Allahu nuk ka dashur se na ishim kon besimtar. Po Allahu pas ka dashur që na me adhuru dikën tjetër përveç Allahut, e kështu me radhë ka kësi formulime në Kur'an, do t'i përmendim disa prej tyne, që në një farë mënyrë njerëzit ani pse Allahu nuk është se e pranojnë për zat edhe autoritet të vetëm që meriton me u adhuru, e mos të flasëm ma që nuk e besojnë caktimin e tij, ashtu që është duhet, mirë po në situata të dobësisë, përpiqen që pikërisht caktimit edhe zgjedhjes së Allahut kaderit ti, më ia përshkruaj arsyen pse ata nuk besojnë. Sot kur flasim me disa njerëz nganjëherë, ndoshta nuk është deri te drejtja e mosbesimit edhe e mohimit të qartë, por për shembull i thu dikujt, a e din bre që duhet me u fal? A e din që namazi është shtyllë mbi të cilën ngritet Islami? A e din që namazi është obligim i patjetërsueshëm? A i thot po bre, po hala si ka ardhur dakiku. Ose dikujt që falet i thu, Allahu të ka dhënë pasuni e begati, e hala s'po shkon në haxh. Pse? Wallahi s'm ka thirr Allahu hala. Realisht Allahu për haxh na ka thirr ka herë prej kohës të Ibrahimit alayhis salatu wassalam. E mos flasim ma kur është shpall Kur'ani që Allahu e ka obligu haxhin edhe ka thirrë në haxh, kështu që asnjëri nuk do të më prit me ardh thirrje e veçantë atij me emrin e me mbiemrin, o filan, hajde në haxh, ose o filan, hajde në xhami. Funit, na kur i trajtojmë këto tema,
edhe kur i bojmë këto debate me njerëz, nuk e kemi synimin që filoni ose fisteku neve me na dhon llogari pse s'po falet, ose pse s'po agjeron, ose pse s'po jep zeqat, ose pse s'po shkon haxh, ose pse po pin alkohol, ose e bën këtë vepër, ose këtë vepër. Nuk jemi, as nuk pretendojmë asnjëherë me qenë as do të me lyp, edhe me të qitë puna, s'do të me lyp me ja bot gjykatë si ndikujt. Ka pas prej djetarëve të hershëm të kaluar, që e kam pas edhe zotësinë edhe kualifikimin edhe sistemi i drejtësisë ka qenë kogja afër drejtësisë, disa djetarë tonë dajak kanë hangër edhe burg kanë majtë dhe s'kanë pranu me u bot gjykatësa. Me gjithë faktin që jenë kon kompetent. E ne sot, përveç që na mungon kompetenca, përveç që me atë munges dije edhe të mundësive që e kena, jemi shumë largë jetësimit të drejtësisë, disa me gjithat e marrin guximin, dikujt mi a bot gjykatësin. Ti që po banë kështu, je kështu, ose ki me konë kështu, ti që s'po banë kështu, ti je kësisoj e kështu me radhë, e këto gjona pa dyshim që janë të rrezikshme. Por ne, kur flasim temat këtilla, synimin nuk e kena me gjyku, synimin e kena me mujt na, mas pari për veti, me u përmirësu sa ma shumë që është e mundën, po edhe kalim thë pastaj kujto që të mundemi me ja përcjell një fjalë të mirë, një rezatim pozitiv, një ndikim i cili qysh jemi afru na me rahmetin e Allahut ka rruga e tij me mujt edhe ata me u afru, domethënë që ky është fund e kry qëllimi. Po kthehemi te tema jonë. Ka pas njerëz në të kaluar e largët të pejgamberëve që janë arsyetu, ose ma mirë me thonë janë justifiku në format të ndryshme për mosbesimin e tyne. Kemi përmend të kaluar punën e pejgamberllëkut, për shembull, kur kanë gjetë vrejtje, pse pejgamberi, pse i përzgjedhën i Zotit me kon njeri, pse mos me kon melaçe. Allahu, sikur se e dim, thot në Kur'an, sikur në tokë tjetonin melaçet, na dhe pejgamberët kishim me i bo melaçe. Por duke qenë se në tokë jetoj njerëzit, atëherë pejgamberi natyrshëm ka me qenë njeri. Edhe kjo logjikë, në thojza, o konë absolutisht e paqëndrueshme, e kemi trajtu në të kaluar. Kanë gjetë vrejtje prap të pejgamberllëku, por jo tash pse është njeri, po pse pse bash filani, me konë pejgamber. Pse mos me konë filani ose filani, e përmend Allahun në Kur'an, thot, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Ata thanë, e pse që ky Kur'an mos me izbrit filanit në filon venin, ose filanit në filon venin, i kanë përmend me emra dy njerëz që në sytë e tyne janë konë njerëz me autoritet. E thash, autoritetit e njerëzit, ose po e tham hala ma konkretisht, autoritetin tokë dhe autoritetin qiell dallon. Një njeri në tokë mundet me konë shumë i kërkum, i respektum, me autoritet në mesin e njerëzve, po kjo absolutisht nuk e ka kuptimin se ai edhe te Zoti mundet me konë i këtill. Ndërsa Allahu është ai i cili për një mend i cakton edhe vlerat, i cakton edhe pozitat, cakton kush ka autoritet, cakton kush është i mirë, kush nuk është i mirë. Andaj, sigur se e dim edhe besojmë fuqishëm, përzgjedhja, pejgamberllëku është përzgjedhje. Nuk është konkurrencë, nuk është aplikim, nuk është diçka që arrihet me stërvitje, ose me shkollim, ose me meditim, ose me çka do të qoftë. Jo, Allahu krejt pejgamberëve kur ju ka folë dhe kur ju ka tregu se ata janë të përzgjedhunit, kanjo kur ju ka tregu, tonë janë befasu. Musaja a.s. tonë e dim që është rastësisht të hecë natën e ka pa që atje një zjarë, ka thonë gruz vetë, rritë qëtu se po shkoj për barë pak prosh, edhe ndezëm edhe na një zjarë qëtu. Kur ka shku atje, i ka dalë diçka tjetër, e ka befasu. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur e ka befasu Gjibrili me shpallje, e kanë kap efet prej befasisë të madhe dhe prej trishtimit të madh. Kanë qenë të papërgatitur, po Allahu është ai i cili i përzgjedh njerëzit edhe te pejgamberllëku, pra çdo vrejtje që dikush eventualisht mundet me e gjetë, është e pavend,
edhe e pa qëndrueshme. Disa prej tyne, këto justifikimet janë për me mbulu inatin edhe kryenëqësinë, nuk është se kanë pas logjik, edhe ata që kanë folë gjanat këtilla, nuk është se e kanë pas për një me. Sikur sot do që thonë gjanat ndryshme në raport me muslimanët edhe me islamin, ata nuk është që e kanë për një me. Veç thjesht dojnë me bo zhurmë. Sikur se në të kalumën që kanë bo, përmend Allahu në Kur'an, thotë, وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Mos e ndigjoni këtë Kur'an. Edhe bëni zhurmë, sa të moni, ndashit mja mujtë, se veç me zhurmë, ose me gjanat këqia ju mundi me u mujtë muslimanëve edhe islamit, se përndryshe me logjike, me arsye, me kështu, islami edhe Kur'ani mbetet I pamposhtën. Për atë arsye u kona e logjika e parë, mos e ndëgjoni këtë Kur'an. Kur ka ardhur Tufejli ibn Amri radiallahu anhu në Mekë, të konë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, halon Mekë të konë, ka ardhur Tufejli për një vendit largët, e të konë njëri ngritone, kemi përmend tash një natë, I kanë thonë mos ka të bëjsh tavaf rreth Qabës, duke qenë mushrik gjithsesi, ka thonë mos ndigjo se është njëri aty, I ka do fjalë që të ma xheps. Në momentin që I dëgjon ti fjalët e tij, mo nuk je vetvetja. Edhe kanë detyru njerën me shti pamuk në vesh, me I mbyll vesh me pamuk. Tu bo tavaf, ka thonë, mora, une nuk jem qaqi I hop, nuk jem qaqi pa vler, nuk jem qaqi pa meqëm, që mos me dit me vlerësu, I ka hek pengesat për I veshve, kur I kanë dëgju fjallë të Kuranit për një me, e kanë bo për vete. Po jo në njërë ma gjepse, jo me sehire, po Kur'ani të bën për vete me logjikën që e ka, me arsyen që e ka. Kur'ani të bën për vete me stilin e jashtëzakonshëm, me formulimin edhe kuptimin e mahnitshëm. S'munët me I rezistu logjika e shnosh Kur'anit. S'munët me I rezistu kur thëm, kjo nën kupton se ato kur nuk vinë ndesh ndërmjet vete. E keni një të thonë qka s'ta mërmenja së është asë në qitap, ose thonë ka njerë, jo, s'ma pranon mendja. Jo, nuk ka këtu me ta pranu, ose nësme e pranu mendja, për arsye se mendja e se cilit prej neve është shumë relative. Mirë po nëse mendja si ja mundëson një qasje pa ngarkesa, karshime Kur'anin, atër mendja shumë lehtë edhe shumë mirë ka me u përputh me Kur'anin. Për këtë arsye, esenca e propagandës së aty në njerëzve, posaçërisht në relacion me Kur'anin, ka qenë me mujtë me fut dyshimin të njerëzit se Kur'ani nuk është fjalë e Zotit. Kur'ani nuk është fjalë e Zotit. Edhe kanë thonë që thot Allah I madhruar në Kur'an, wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alayhi qaumun akharun. Mohuesit thanë, çka çka po flet Muhamedi, edhe në çka po thirr Muhamedi, nuk është gjatë tjetër veç se një trillim, të cilin ai vetë ka shpik. Madje jo vetëm që e ka shpik vetë, por e ka ndihmu në këtë aspekt edhe disa njerëz tjerë. Me një fjalë, synimi u konë me e shkput Kur'anin prej Allahut, me thonë Kur'ani nuk është shpallje. Nëse nuk është shpallje, nëse është fjala e njerit, atëherë fjala e njerit se cili njeri ka drejt me thonë fjallë, me përpilu gjana, e se kemi borgj me njek na një njeri. Edhe e vërtet do të ishte kjo, sikur të mungante lidhja e pejgamberit me qiellin. Sikur pejgamberi mos të pranonte shpallje prej Allahut, atëherë për një me, çka do të na obligante dhe detyronte neve me shku mas një pejgamberi, kush do qoftë ai. Po pikrisht ajo lidhje me Allahun edhe ai mësim prej Allahut që e marrin, është ai e cili e jep garancën se çaja është rruga e drejtë. Njëherë kanë pas kundërshtim me çështjen e ringjalljes. Përmend Allahu në Kur'an, thot wa qala alladhina kafaru e idha kunna turaban wa abauna e inna lamukhrajun. Ata që mohuan thanë, a thu, kur të bëhemi dhe, na edhe baballar tonë, që shën bo e gjyshrit tonë, e pararësit tonë, kena me dalë edhe njëherë pej tokës, lëkad wa'idna hadha nahnu wa abauna min qabl,
in hadha illa asatirul awwalin. Na edhe në të kaluamën njerëzve ju është thonë gjanat këtilla mirë, po këto janë trillime. Do thonë ringjallja, simbas atyre që nuk besojnë, është trillim. Sigur se thojnë sot do njerëz, kush o kthy prej asaj dunjaje, për me na kallëzu se po ekzistoj ka bota e përtejme. Ku qëndron deformimi i kësaj fjale. Të besosh në ringjallje është besim. Me u kthy dikush, s'ka nevojë me besu, sa ju kthyje, ka provu. Kështu që na besojmë pikrisht atë që na ka thonë ai i cili nuk gënjen, ai i cili nuk gaban. Fjalët e shpalljes ne i besojmë se kjo është sprova e njerëzimit që me besu. Si do që tjetë, kur i përmbledhim krejt ato justifikimet e tyne për mosbesim edhe për refuzim, e kuptojmë se një pjesë e madhe e tyne lidhet kur u mungojnë argumentet, janë isti me bo muhabet, ose kanë bo muhabet njerëzit para neve me ta, edhe kur s'kan pas mundësi me argumentu ndryshe, kanë thonë, Zotit çto e ka shkru. A krejt problemi është qysh me e besu qatë Zot qysh duhet, edhe ato që Zotit e ka shkru qysh me e besu drejt. Ata janë mundu që me thonë se Zotit e pas ka shkru qështu kanë ardhë disa njerëz të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, disa mushrik, Rafen e Buhurera, edhe kanë ardhë ata dhe kanë thonë ti po thu që i dërgumi i Zotit, ti po thu që Zoti është absolut, ti po thu që Zoti ka gjithçka në dorë, e kështu me radhë, dhe ato normal të gjitha i ka konfirmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, unë të gjitha këto i them. Po ti po thu edhe Zoti çka don bëhet, thot edhe atë e them. Ti po thu se pa dhënë Zoti leje kur gjë nuk ndodh, e vërtet është. Ti po thu se Zoti kreti ka shkru, po. E po ka thonë na s'po dojna me besu se Zoti e ka shkru. Zoti e ka shkru, na mos me besu, kështu që mos u ladh me na thirrë se për ty e ka shkru ti me besu, për neve e ka shkru, na mos me besu. Kur i thonë këto fjalë, Allah i madhruar ja shpall 2 ajete pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ato 2 ajete janë ajetet 48 dhe 49 të surës El-Qamar, surja e Hanës. Ata nuk e kanë pas synimin, ata mushrikë që janë ardhur, se kanë pas synimin me debatu për besimin, po e kanë pas synimin me fut huti në mesin atyre njerëzve që po dëgjojnë. Sigur se sot që futet hutia nëpërmjet mënyrave të ndryshme të komunikimit. Atëherë kur ata e thojnë këtë, Allah i madhruar thotë yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar. Thot ditën kur ata do të tërhiqen zvarr me fytyrat e tyre. Ditën, pra e përshkruan Allah një ditë e cila do të vijë, paralajmërim, dhe paralajmërim shumë i rrezikshëm, shumë kërcënues. Ditën kur ata do të tërhiqen zvarr përmbys me fytyrat e tyre. Edhe do të thuhet dhuku massa saqar. Ta shijojeni prekjen e xhehenamit. Stash mo, ju edhe xhehenami keni me pas kontakt. Shijoni stash. Inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar, e që tash vlen që na çdo gjë e kemi shkruar edhe e kemi caktuar. Do të thonë që atëherë Allah në mënyrë kërcënuese ju thot realisht ajo që është e vërtet, se për një mes çdo gjë është e krijuar dhe e rregulluar me një caktim para prak. Është e vërtet kjo e pamohueshme. Mirë po do ta shohim se nuk ka arsye askush me u argumentu me atë që Allahu ka caktu. Tendenca kryesore e atyre njerëzve, kur kanë thonë se Zoti e ka shkruar kështu, nuk u kon qëllimi që me e qitë në pah një pikë të rëndësishme që është besimin, caktimin e Zotit, po u kon tendenca me arsyetu të keqen e tyre me caktimin e Zotit në një farë mënyre, një përpjekje për me alon fajin Zotit, për mos besimin e tyre, edhe për po menoj me e liru gjoja vetën prej përgjegjësisë, gjë që absolutisht nuk qëndron. Allah i madhruar lidhur me paqëndrueshmërinë e asaj çka ata thonë, thot
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. Do të thonë ata që bën shirk, idhujtarët. Sikur donte Allahu, na s'kishim bërë shirk. Sikur donte Allahu, as baballarët tonë dhe paraardhësit tonë s'kishin bërë shirk. Po sikur donte Allahu, na edhe ato gjëra të cilat janë të ndalume, nuk i kishim konsideruar të lejume dhe anasjelltas. Qëtu Allahu e citon fjalën e tyre, pastaj Allahu thotë: "Kadhalika kadhaba alladhina min qablihim hatta dhaqu ba'sana." Thotë kësaj nuk është kjo sefte çka po flasin këta. Edhe ata që ishin para tyre gënjenin edhe përgënjeshtronin në këtë formë derisa nuk e shijuan të keqen e dënimit tonë. Allahu tash po thotë: "Kul, thuj o Muhammed, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana." A keni diçka dije konkrete, a keni dëshmi konkrete prej Zotit, cilën mundi me na e paraqit neve këto? In tattabi'una illa dhanna wa intum illa takhrusun. Ju nuk jeni përveç se duke hamendsu, edhe si jeni duke ja qëllu fare. Kul felillahi l-hujjatul baligha. Thuj, Allahut i takon dëshmia më e pakontestueshme. Falau sha'a lahadakum ajma'in. Është shumë e vërtetë që Allahu ka pushtet me dashur të gjithëve ju kish bë besimtar. Edhe me dashur të gjithëve ju kish udhëzu. Kur thonë, sikur donte Allahu, ne do të besonim, ose sikur donte Allahu, ne nuk do të bënim shirk as na as baballarët tonë, ose në ajetin tjetër, wa qalu law sha'a ar-rahmanu ma abadna min dunihi min shay. Do të thonë, sikur të donte i gjithëmshirshmi, na askën nuk do të adhuronim përveç tij. Ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yakhrusun. Ata nuk kanë kurfar diturie dhe kurfar argumenti për këtë, po janë vetëm duke hamendsu. Ata kur thojnë Zoti ka dashur çështo, e marrin një pjesë të vërtetës edhe me te përpiqen me manipulu. Cila është e vërteta? Te caktimi i Allahut fuqiplot, por është një koncept që njeri me dasht me u thellu shumë në te, edhe me dasht me kompliku, e të lovit situatën edhe e bën situatën shumë të pa kuptim. Na e kemi bargjë me besu në caktimin e Allahut fuqiplot. Çdo gjë që ndodh me caktimin edhe me zgjedhjen e Allahut. Edhe kjo është e pamohueshme, është pjesë e besimit tonë. Mirë po, njerëzit harrojnë se Allahu i madhruar kur flitet për dëshirën e tij, dëshira e Allahut ndahet në dy pjesë. Është ajo dëshira e cila mundet me u kuptu si ligji i Allahut e që është e gjithë realizueshme. Pra, me dasht Allahu bjen shi, me dasht nuk bjen. Me dasht, a keni pa qëtash për shembull, sidomos në këta mujt e vjeshtas, një ditë merr kogja freskt, ditën tjetër është koha shumë e butë, një ditë bjen shi, nesër nxen dielli. Këto janë punë të Allahut edhe gjithsesi të realizueshme. S'ka kush që mundet me i kontestu, as me i kundërshtu, as me i ndryshu. Kjo është dëshira e Allahut fuqiplot. Ekziston edhe e dëshira tjetër e Allahut e cila nuk është imponuese, dëshira e cila njerëzit i kalon të lirë. E çto njerëzit e ngatrojnë, pra ligjin e Allahut edhe ftesën ose thirrjen e Allahut. Allahu ka qef krejt njerëzit me u bë musliman edhe besimtar, po nuk e ka imponu. Allahu nuk ka qef që njerëzit me u bë mohus, me u bë qafira. Allahu nuk ka qef. Mirë po Allahu lejon me ndodh. Wala yarda li ibadihi al-kufr. Allahu nuk është i kënaqur që robët e tij me bë kufër. Po pse pra bojnë kufër njerëzit? A përkundër dëshirës së Allahut? Jo. Me lejen e Allahut ndodh kjo, se Allahu lejon me ndodh, se me dasht falau sha'a lahadakum ajma'in. Me dasht Allahu ju kish udhëzuar të gjithëve. Por çfarë kuptimi pastaj do të kishte fakti se jeta e kësaj bote është sprovë. Çfarë kuptimi edhe çfarë vlere do të kishte xheneti edhe xhehenami, shpërblimi edhe përgjegjësia, nëse Allahu do t'i detyronte njerëzit, me besu. Andaj
dëshira e Allahut për me ndodh gjanat që janë ligji i Allahut, ajo është e gjithë realizueshme, edhe aty pastaj na nuk kemi përgjegjësi. Asnjëri prej neve nuk fiton sevap pse bjen shi. Asnjëri prej neve nuk ngarkohet me gjuna pse bjen shi, ose pse rrezon dielli, ose pse vjen nata, ose pse lind dita. Këto janë gjëra të cilat ndodhin edhe na s'kem kurfar ndikime, e për atë arsye s'kem as përgjegjësi. Ndërsa ajo pjesa tjetër, që Allahu i madhruar i thret njerëzit, e me atë thirrje i qet në sprov, i obligon njerëzit, e prap me atë obligim i qet në sprov, për me besu, për me boj ibadet, për me u sjell mirë, për me u largu prej haramet, për me u përmbajt ndershmërisë e kështu me radhë, ato janë gjëra të cilat domethënë për to njeriu ka edhe zgjedhje, po për to ka edhe përgjegjësi. Për këtë arsye, ata mushrik, kur kanë folë kësaj, i kanë ngatru gjanat. Kanë mendu se pse Allahu se ka udhëzu dikan, se për një mem tash, na themi, këndon Allahu e udhëzon, që i bie se krejt ata njerëz që janë udhëzu, Allahu ka dashur me udhëzu. Edhe mundem me thonë, krejt ata njerëz që kanë mbet lajthitje, Allahu s'ka dashur që ata me udhëzu. Mirë, po çka që Allahu ka dashur dikush me udhëzu, e ky tjetri mos me udhëzu, kjo nuk e bën mos udhëzimin e këtyne edhe çndrimin e këtyne në kufër, nuk e bën vepër të dashtën tek Allahu. Për arsye se Allahu ka dashur ose s'ka dashur, ajo nuk është puna jonë, nuk është përgjegjësia jonë, se na kemi mas pari zero ndikim aty, që është e nënkuptueshme, po kemi edhe zero qasje, na nuk e dim për shembull, mundet dikush me thonë, çka po lodhesh me fol me filanin, pa Allahu ato s'don me udhëzu. Ku e din ti që Allahu ato nuk don me udhëzu? Ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka ditë për shembull deri në momentin e fundit që Ebu Xehli s'ka me udhëzu. Përsa tha ka bë dua ka thonë o Zot udhëzoje njërin prej dy njerëzve që e don më shumë. Omerin ose Amrin. Ebu Xehli e ka pas emrin Amr. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ka zbrit surja Tabbet yada Abi Lahabin, nuk e ka ditë që migja i tij Ebu Lahabi ka me met në kofër. Por migjen e vetë Ebu Talibin, derisa ka dhënë shpirt, nuk e ka ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam a ka më udhëzu, as ka më udhëzu. Për çfarë arsye o interesua dhe ka insistuar me ngulm që ai me udhëzu ose të paktën i ka thonë o miq, thuj brevis një herë, thuj la ilaha illallah, ma jep një mundësi që onë të bëj shefat për ty ose të angazhona për ty. Kështu që ajo që Allahu ka caktu, na absolutisht kena zero qasje në te, edhe si rjedhoj, kena zero hapësirë me u arsyetu ose me u justifiku me ta. Pse si ke fol filanit, pse se ke këshillu filanin, wallahi, unë e kom ditë se ai ka me përfundu në xhehenem. Nashta se ke ditë. Edhe një njerit që sot neve mundet me na udok shumë i pa udhëzum, nesër mundet me koni udhëzum. Sa prej neve jena kont pa udhëzum, pastaj Allahu ka dashur, edhe na e ka lehtësu rrugën e udhëzimit. Andaj pse dikush sot nuk është qysh duhet, s'do me thonë që nesër nuk drejtohet. Nuk e dim, për çfarë arsye argumentimi ose arsyetimi me caktimin e Allahut për të ardhmen është absolutisht i paqëndrueshëm. Kur s'mundet njeri me thonë, vallahi, ne boft Allah i kismet. Na thojmë ne boft Allah i kismet veç për me e pranu që na s'kena kur gjë në dorë. Mirë, po kjo nuk na liron për i përgjithësisë. Pse serë dhe valla si shkon kismet? Pse su fale si shkon kismet? Pse kështu? Pse po hanë buk pra? Deri sot ta pas ka shkru Allahu me jetu. Sot është e 2025. Pse s'luftojshë 98-99, Allahu e pas ka shkru ti me pështu. Jo Allah se këm ditë atëherë këm menu që vrana. Do më thonë, atëherë nuk e ke ditë çka ka bo Allah i kismet. Përsa ta për të ardhmen nuk ka asë një hapësirë me u argumentu ose me u justifiku njeri me caktimin e Allahut fuqiplot, Allah në koftë kismet. Funit është e pamohueshme që krejt vetë çka është kismet ndodh, po na nuk e dim çka ka me ndodh në të ardhmen, na nuk e dim çka ka caktuar Allahu, çka ka vendos Allahu, edhe për këtë arsye krejt ajo që është në dorën tonë, na duhet me u munu me e bo, e mos mujshëm me e bo, edhe pse na doket se s'kena arrit diçka, po jena liru prej përgjithësisë. E qito, mushrikët nuk e kanë kuptu.
E kanë një pejgamberin a.s. të thonë që senet ndodhen vetëm me caktimin e Allahut, apo atëherë masi senet po ndodhen kanë me caktimin e Allahut, atëherë na me caktimin e Allahut s'po besojmë. Thuhet se një hajnit, një vjedhësit njerë kur kanë dashur me ekzekutu, ja kaput dorën, i kanë thonë, pse ke vjedh? Ka thonë, vallahi, i shkon kader çashtu. Caktimi i Allahut, i shkon kismet. Ani ka thonë, masi u kon kismet ti me vjedh, atëherë kismet është na dhe me të ndëshku. Ibn Taymija, Allah e mëshiroft, thotë, nëse dikush thotë, vallahi, caktimi i Zotit unë si jam udhëzu, atij do të më ja kujtu që për të pa udhëzumin, caktimi i Zotit është dështimi dhe ndëshkimi me xhehenem. Për atë arsye këto dyrë njeri në asnjë mënyrë nuk ka drejt me i qelë. Kur thot Allahu se këtyre njerëzve do të më dhon përgjigje, kur thot Allahu kedhalika kadhaba alladhina min qablihim, sisoj edhe ata përpara tyre, janë sefte këta që e thonë këtë fjalë, neve na bëhet e qartë se çto përpjekjet e njerëzve për me e justifiku mosbesimin e tyre, ose për me u arsyetu pse s'po ecën në rrugës së Allahut, çto përpjekje janë të vazhdueshme. Nuk ka ndodhur vetëm në një brez të njerëzimit, po pothuajse krejt ata që kanë refuzuar me i pranu pejgambert, por afërsisht çështu kanë fol. Pika tjetër, çka do të më thonë atyne, do të më kërku dëshmi. Nëse dikush pretendon diçka, ai do të më argumentu ato çka thot. Përndryshe, çdo pretendim që s'ka mundësi me u argumentu me dëshmi të saktë, me argument të qëndrueshëm, ai mbetet pretendimi rrejshëm. Allahu thot, kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Thuaj, a keni ndonjë dituri, a keni ndonjë bazë, ndonjë diçka, na e paraqitni. Nëse ju e keni mirë që na po besojmë. Do thënë, nëse ju jeni të ja qëllu, atëherë na lini neve të besojmë çashtu çysh po thoni ju, jo ndryshe. Mirë po, absolutisht nuk kanë asi dëshmi edhe kur s'ka me pas. Për arsye se është e palogjikshme, Zoti më thon besoni, aknej mos më i lën njerëzit me besu. Zoti më thon faluni, bëni mirë, runu prej xhehenemit, aknej me vendos me i çu njerëzit në xhehenem. Çka është qëllimi këto? Nuk është qëllimi për me mohu caktimin edhe zgjedhjen e Allahut. Qëllimi është na skeme hapësirë, me thon s'pas ka dash Zoti për çata si më udhëzu, se nuk vlen ky argument te Allahu fuqiplot. Por ndryshe Allahu në të gjitha format neve na ka tregu se njerëzit nuk barazohen ata që veprojnë edhe ata që nuk veprojnë. Qul falillahi al-hujjatu al-balighatu falau sha'a lahadakum ajma'in. Ta dalim tash te një anë tjetër dhe të shohim çet problematik. Ka një pamje e cila mundet me t'ingullon ndryshe prej asaj që ka thash deri stash. Allahu po thot, kul felillahi l-hujjatu l-baligha. Thuj, Allahu t'i takon dëshmia ma e pak kontestueshme. Falau sha'a lahadakum ajma'in, sikur të donte Allahu do t'ju udhëzonte të gjithëve. Ai bjen kjo që ata që s'jon udhëzu, një me Allahu s'ka dasht me udhëzu. Po, në një mënyrë i bjen. Ata që s'jon udhëzu, Allahu s'ka dasht me udhëzu. Mirë po, kur deri në kiamet, nashta në ditën e gjykimit e marrën vesh, po deri në kiamet s'kena me mujt me marrë vesh, pse Allahu ka dasht filonin me udhëzu e filonin s'ka dasht. Në kur s'kemi me mujt këto me e deshifru. Për çfarë arsye? Për arsye se urtësia e Allahut është shumë ma e gjanë, edhe shumë ma e madhe se ajo çka mundën me kap edhe me përtheku mendjet tona. Edhe plot sene tjera, nuk jemi në gjendje me i deshifru, si jemi në gjendje me i zbërthy. Janë më të mëdhaja se sa kapaciteti ynë, e në ditën e gjykimit masanej dalin edhe të gjithat fshehtat në shesh, e pastaj e shohim pse Allahu filonin paska dasht me udhëzu, e filonin s'paska dasht me udhëzu. Për shembull, ne çuditemi me do hadithe posaçërisht kur i dëgjojmë, për shembull, hadithin e atij personit që i ka myt 100 vetë. Sigurisht do njërit prej neve i ka shku menja për qysh për 100 vetë, edhe në fund Allahu prap me e fal. Edhe për një me është vështirë me e kuptu.
Po kur e dim që e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili s'ka fol me hamendje dhe e ka fol gjithmonë të vërtetën, ne e besojmë. Po a mundet tash dikush me thonë, po une i kam një 100 persona, ose mos i paqa 100, i kam një 50 ose një 10 që i urej shumë, po dalë po i vrasë që ata 10, 20, Allahu po falë ka, tani bëhem pishman, bëj teobe dhe Allahu më falë. A bon me u argumentu me qëtë hadith, në asë një mënyrë jo. Nëse një njeri dënë me vra, ka njëherë dikush vjen edhe e qanë një halë me ty. Thot jem në zërë prej filonit edhe mu ka mush një mene që veç plume ato e rahata. Qka dush me i thonë te? A dush me ja kalzu qëtë hadith, se njoni valla i ka vra 99 vetë, tani e ka vra 100 edhe Allah e ka falë? Në asë një mënyrë jo. Jo që du të me mshif në dijen. Jo që do të me mshef ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po që ky hadith që tu nuk e ka venin. Që ky hadith nuk e ka venin me i kallzu njerët që po don me e kry krimin e vrasjes. Çka do të me i kallzu ati që don me e marrë në qafë dikan? Do të me ja kallzu ajetin e Kur'anit i cili thot, ai që e vran një njerë është sikur me e vran këtë njerëzimin. Me ja kallzu ajetin tjetër të Kur'anit që thot Allahu i madhruar, ai i cili e vran njerën me qëllim, ai ka me hyrë në xhehenem përgjithmonë. Kur s'ka me dalë për xhehenamit? Çto do të mi kallzu? E tash, njëti person, po s'na ka vetë, e ka kry vrasjen, po për një me u bo pishman. E çka do të mi thonë ati? Ati do të mi thonë njerin që e ka marrë qafë, e pacë në qafë, e bajsh me shnet. Edhe me ligjin e pacë në qafë, edhe e bajsh me shnet. A për të rahmeti Allahut, nëse e pendu sinqerisht, unë kam shpresë që Allahu ka me të falë. Do të thonë, fjallët e Allahut fuqiplot edhe fjallët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të më gjetë edhe venin, jo me i deformu, gjithsesi, mirë po argumentimit do të me konë në vendin e duhon. Për atë arsye, edhe kur flasim për kaderin, na për nesër çka ka me ndodhë, nuk e dim. Aja o përmena që tash një natë, ati hoxhës që i kanë thonë, o zhvendi pse vre po tutësh në kotë luftës, pse po tutësh, ti na ke thonë që pa thonë Zoti, kur do zbohat. E a i hoxha, edhe hoxhmo, i ditun, edhe i moshuar me përvoje, me ndjimpret, i thotë e mërë e birë. Unë për çata që s'pedi çka ka thonë Allah, për çata po tutna, te kisha ditë çka ka thonë Allah që ka me ndodhë nesër s'ka tut. A pe kuptoni ku është esenca? Kështu që për të ardhmen, ne kur gjos argumentojmë me kader, se se dim, s'munësh me thonë ti nesër unë ja bëj qështu se e di Allah çka ka vendosë, ja se din. Për të kaluar kaderi, besimin kader është për me u ngushëllu. Qështu ko ka konë e shkrume, qështu ko ka konë e shkrume, qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. Qështu pas ka vendosë Allahu, e Allahu çka dënë bëhet. Amo me thonë për në të ardhmen, pse themi insha Allah pra, ndosh Zoti bëhet, nuk e themi me dyshje, nuk e themi me dyshim, e themi që unë kam e bo maksimumin për me ndodhë që kja. Nesër, veç në më qoftë shpirti, veç në Allah në pas vendosë ndryshë, se unë e kam me ardhë. Amo jo me thonë, insha Allah, edhe me qelë pedhe, ka katorash i Allah s'pa shkaj. Ki mundësi me shku, po s'pa da. E kështë i emnin e Allahut peng, kjo është keq kuptimi i kaderit, kjo është keq përdorim i fjalës insha Allah, keq përdorim i gjithashtu edhe i emrit të Allahut fuqiplot. Ajo që është e rrezikshme në këtë pretendimin e këtyre mushrikëve që po flasim për ta, është edhe fakti se me këtë justifikimin e tyre, ata sikur dojnë me i relativizu që nëse dëshira e Allahut është e gjithë realizueshme, edhe na themi që po, e gjithë realizueshme është. Edhe ajo dëshira Allahut pra pas ka qenë që na mos me besu, e ju me besu, na mos me shku në xhami, ju me shku në xhami, atëherë kjo punë, duke qenë se të gjithë i nënshtrojmë dëshirës së Allahut, edhe na edhe ju jena të barabartë. Njëjtë jena, si na që po falëm, se ata që s'po falën, se me dëshirën e Zotit po u falë kam na, edhe me dëshirën e Zotit ata s'po u falë kam. E vërteta nuk është kështu, po Allah i madhruar thot, em hasibe alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu s-salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ata të cilët kanë zgjedhur me jetu me vepra të këqija,
A mos po llogaritin se do t'i bojmë ne ata të barabartë me ata cilët besuan edhe bën vepra të mira, të barabartë në jetën e tyre dhe në vdekjen e tyre, sa e keqe është kjo çka mendojnë ata. Ma bukur se kështu, nuk ka mundësi me e thonë dikush, po s'ka mundësi me e thonë ma bukur se që e ka thonë Allahu fuqiplot. Pra nuk barazohen në asnjë mënyrë të mirat edhe të këqijat. Vepër mirët edhe vepër këqijt, edhe më lejoni ta përfundoj me një fjali të shkurtë edhe të thjeshtë, të kuptueshme, po të rëndësishme me e majtë në men, kaderin do të me e besu, kaderin, caktimin e Allahut, do të me e besu, po jo me argumentu me to, se na nuk e kuptojmë kaderin e Allahut. E besojmë, po nuk e kuptojmë. Sigur që ta telefona, sigur që plot sene që i përdorim, na nuk e kuptojmë që funksionojnë. Mirë po funksionojnë. E besojmë kaderin e Allahut, por nuk argumentojmë me te për arsye se nuk është kaderi për me argumentu, po thjesht për me besu. Allah është përbleft për omendjen. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.